Deputeti PS Serion Braçe ka folur për rendin e ditës në Kuvend për mbrojtjen e bletëve dhe biodiversitetit. Gjatë fjalës së tij ai pati kritika për dy ministret, Mirela Kumbaro dhe Anila Denajn. Deputeti u shpreh se asnjë nga institucionet nuk merret me këtë çështje, as Ministria e Bujqësisë, përfshi Ministrinë e Mjedisit, përfshirë edhe Kuvendin, për mënyrën se si mbrohet biodiversiteti. Ushqimi patjetër që krijon tension thuajse në çdo vend botës. Edhe për shkak të mungesave të tij, po edhe për shkak të çmimeve të tij. Ndryshimet klimatike që janë prezente kudo, veçanërisht mesdhe, ku rrisin vazhdimisht temperaturën, kanë një impakt kolosal pikërisht mbi këto element jetësor të biodiversitetit, apo diversitetit biologjik, natyror apo edhe detar. Thënë këtë, patjetër që unë do doja t'ju ftoja që të flisnim pikërisht për këtë gjë. Ta harrojmë faktin që kemi zgjedhje, nuk kemi zgjedhje, kemi dalë mirë në zgjedhje, kemi dalë keq në zgjedhje, e të merrem me atë që është themelore, se në zgjedhje pa ngrënë nuk shkohet. Në zgjedhje pa pirë nuk shkohet. Dhe natyrisht, ky është elementi themelor jetësor. Në qoftë se ne shkojmë në zgjedhje dhe flasim thjesht vetëm për drogën, për portin, e kështu me radhë, pyetja që mund të na vi përballë është po ushqimin. Do flasi kush për ushqim? Do flasi njëri për ushqimin ton? Të gjyshërve, të prindërve, të fëmijëve? Asnjë për institucionet tona nuk merret me këtë çështje. Përfshi Ministrinë e Bujqësisë, përfshi Ministrinë e Mjedisit, përfshirë detyrimisht edhe Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, që duhet të ushtrojë kontrollin e tij në raport me mënyrën se si mbrohen burimet natyrore, e veçanërisht biodiversiteti. Është një çështje, ma besoni, që është shumë e rëndësishme. Ashtu si që është i rëndësishëm patjetër biodiversiteti detar, që në fund të muajit mars rezervat në mesdhe, sipas kuotave, janë ezauruar. Ndërkohë që vazhdon të ketë një shfrytëzim barbar në kushtet kur i gjithë biodiversiteti detar po goditet fort nga temperaturat në rritje edhe të ujrave detar. Të gjithë japin alarmin për këtë gjë. Këtu jo, këtu flitet për portin e Durrësit. Dhe s'mendon kërkush që porti i Durrësit mund ngelet pa asnjë gjë nesër. Braçe tha se ka çështje më të rëndësishme për të diskutuar se sa zgjedhjet e 11 majit, pasi sipas socialistit qytetarët e thanë fjalën e tyre.